Gjatë muajit maj e deri në mesin e muajit qershor në vend janë regjistruar mbi 250 vatra zjarri, disa prej të cilave ishin të rrezikshme, por fatmirësisht janë shuar dhe nuk kanë dalë jashtë kontrollit. Disa persona janë shoqëruar për zjarret, ndërkohë që autoritetet vërejnë se të gjitha rastet kanë qenë të qëllimshme. Ne kemi pasur rreth 250 vatra zjarri, pra shfaqje zjarri, ku 2-3 vatra kanë qenë problematike. Ajo fundit ka qenë vatra e Darzezës, e cila u menaxhua nga strukturat vendore, Bashkitë Fqinje dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile bëri të mundur ndërhyrjen me helikopter për të mos e lënë zjarrin të avanconte. Këtë verë pritet të kemi zjarre të përmasave të mëdha për shkak të temperaturave të larta që parashikohen të mbizotërojnë në vend. Gjithmonë piku i zjarreve është në muajin pas muajin korrik, pra mes i korrikut dhe në muajin gusht. Jo i parëndësishëm është dhe shtatori, pasi sipas meteorologëve ne kemi si vjet kemi do kemi një verë shumë të nxehtë ndryshe nga verat e tjera. Pra stina e nxehtë do bëjë që patjetër që zjarret do të jenë në ndoshta edhe me përmasa të mëdha. Njësitë vendore kanë marrë masa për menaxhimin e situatës në mënyrë që vatrat e identifikuara menjëherë të menaxhohen, papritur që situata të agravohet. Strukturat vendore, siç e përmenda, kanë përgatitur planet e veprimit, duke bërë takime me njësitë vendore, me kryepleq, duke ngritur struktura vullnetare vërtetuese në mënyrë që të kemi një reagim të hershëm, një reagim të shpejtë, që çdo vatër zjarri të kapet në momentet e para, që dëmet të jenë sa më minimale. Në të gjithë vendin janë mbi 1300 forca zjarr fikse në gatishmëri për sezonin veror, ndërkohë në rastet më të vështira ndërhyrja do të bëhet nga ajri.